Presidenti i Kroacisë Zoran Milanović ka kritikuar ashpër vendimet e qeverisë kroate për blerjen e pajisjeve ushtarake nga jashtë, duke veçuar diferencën mes trajtimit të Kroacisë dhe Serbisë nga Franca. Sipas Milanović, Franca i ka dhënë Kroacisë avion të përdorur, ndërsa Serbisë i ka shitur avion të rinj Rafale, çka e detyron tani Kroacinë të blejë pajisje të reja. A është kjo një aleancë, partneritet? Kështu nuk bëhet, deklaroi ai duke kritikuar mënyrën se si po menaxhohet blerja e avionëve luftarak Rafale. Ai theksoi se kjo situatë është pjesë e një problemi më të gjerë, ku qeveria po pengon projekte strategjike, ndërsa ndihma për Ukrainën po merr prioritet mbi investimet e brendshme të sigurisë ushtarake. 15 milion euro për Ukrainën, 1,5 miliard Francës, 1 miliard Gjermanisë, disa nga buxheti, disa nga ndihma europiane, tha Milanović duke ju referuar blerjes së avionëve luftarak francez Rafale dhe tankeve gjermane Leopard. Duke kritikuar blerjen e tankeve gjermane, Milanović tha se Lituania ka arritur që të prodhojë pjesë të tyre, ndërsa Kroacia, e cila ka traditë në këtë prodhim, nuk po bën asgjë. Kroacia ka marrë zyrtarisht në dorëzim 12 aeroplanët luftarak shumë funksional Rafale, të prodhuar nga kompania franceze Dassault Aviation. Lajmin e ka bërë të ditur kryeministri kroat Andrej Plenković, i cili tha se ky përbën investimin më të madh në forcat e armatosura kroate që nga shpallja e pavarësisë së vendit në vitin 1991 dhe shkëputja nga ish Jugosllavia. Në një deklaratë për mediat, Plenković theksoi rëndësinë strategjike të kësaj blerjeje për sigurinë dhe mbrojtjen kombëtare të Kroacisë. Me këtë hap kemi përfunduar me sukses projektin strategjik të krijimit të një skuadroni avionësh luftarak shumë funksional. Ky është investimi më i madh në forcat tona të armatosura që nga koha e pavarësisë. Me ardhjen e aeroplanëve Rafale, forcojmë ndjeshëm kapacitetet tona të mbrojtjes kombëtare dhe aftësinë e parandalimit të sulmeve, duke vepruar plotësisht në përputhje me standardet më të larta të NATO-s, u shpreh kryeministri kroat. Aeroplanët franceze Rafale janë të njohur për teknologjinë e tyre të avancuar, manovrueshmërinë e lartë dhe aftësitë shumë dimensionale, duke i bërë ata ndër aeroplanët më të fuqishëm në botë. Përmes këtij investimi, Kroacia synon të modernizojë forcat e saj ajrore dhe të përmirësojë ndërveprueshmërinë me aleatët e saj të NATO-s. Marrëveshja për blerjen e aeroplanëve u arrit mes Kroacisë dhe Francës në vitin 2021 dhe vlera e saj arrin rreth 1 miliard euro. Kjo marrëveshje përfshin jo vetëm furnizimin me aeroplan, por edhe trajnimin e pilotëve dhe personelit teknik, si dhe mbështetjen logjistike për disa vite. Ardhja e aeroplanëve Rafale është parë si një hap i madh në rritjen e sigurisë së Kroacisë, veçanërisht në një kohë kur dinamika gjeopolitike në rajonin e Ballkanit dhe më gjerë ka njohur tensione të shtuara dhe Serbia po armatoset njëkohësisht. Qeveria kroate ka konsideruar këtë blerje si një angazhim të rëndësishëm për ruajtjen e stabilitetit dhe sigurisë rajonale, si dhe për forcimin e rolit të Kroacisë brenda aleancës euroatlantike. Serbia ka rënë dakord për një kredi prej 1,92 miliard eurosh me disa banka dhe institucione financiare franceze për të paguar 12 avionët luftarak Rafale dhe produkte dhe shërbime të lidhura me to. Kjo thuhet në propozimin për ligjin për konfirmimin e marrëveshjes së kredisë në faqen e internetit të Parlamentit Serb. Sipas ligjit për borxhin publik, Parlamenti Serb duhet të konfirmojë huamarrjen e shtetit. Qeveria serbe nëpërmjet Ministrisë së Mbrojtjes përfundoi një marrëveshje blerjeje me Dassault Aviation më 29 gusht 2024. Çmimi total i blerjes së pajisjeve që do të dorëzoheshin dhe shërbimeve që do të kryheshin nga shitësi sipas kontratës tregtare arrin në 2,74 miliard euro, raportojnë mediat e huaja. Pagesa u ra dakord në mënyrë që 30% e çmimit të kontraktuar të paguhej paraprakisht, për atë 123.500 euro, të cilat Serbia i ka paguar tashmë nga fondet e veta. Pjesa e parë u pagua në shumën prej 15% të çmimit total të kontraktuar, pra 411.750 euro. Pjesa e dytë e pagesës së avasi ishte në të njëjtën shumë, siç mund të shihet nga dokumenti i publikuar në faqen e internetit të Parlamentit të Serbisë. Parashikohen gjithashtu pagesat e para dhe të dyta të performancës. Këto pagesa arrin në 25% të çmimit total të kontraktuar, ose 686.250 euro. Këto do të paguhen duke përdorur fondet nga marrëveshja e kredisë. Një ndryshim strategjik me rëndësi historike dhe një tregues i frymës europiane, kështu e përshkroi presidenti Francës Emmanuel Macron marrëveshjen kur e arriti me Serbinë për blerjen e avionëve luftarak francez. Me marrëveshjen me Francën për blerjen e 12 avionëve Rafale,
Serbia për herë të parë do të ketë avion perëndimor për aviacionin e saj ushtarak. Për ish-ministrin serb të mbrojtjes Dragan Šutanovac, ky është një sinjal se ky vend dëshiron të standardizohet me NATO-n sa i përket aviacionit ushtarak. Kjo është një pikë these për aviacionin ton, si dhe një pikë these politike, është padyshim mirë politikisht edhe më mirë ushtarakisht, thot Šutanovac. Serbia bashkëpunon me vendet anëtare të NATO-s përmes programit të partneritetit për paqe, që nga viti 2006, por zyrtarët në Beograd këmbgulin se vendi është ushtarakisht neutral, kur Ministria e Mbrojtjes e Serbisë njoftoi në muajin prill të vitit 2024 për negociatat me Francën për blerjen e avioneve Rafale, ajo tha se kjo nuk nënkupton ndryshim të orientimit ushtarak të vendit. Šutanovac thot se që nga fundi viteve 1950, kur në kohën e Josip Broz Titos, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dërguan një numër të caktuar avionësh luftarak amerikan, ish Jugosllavia dhe më vonë Serbia zgjodhën kryesisht armë nga lindja. Viteve të fundit Serbia u përball vazhdimisht me kritika nga Brukseli dhe Washingtoni për shkak të blerjes së armëve dhe pajisjeve ushtarake nga Rusia dhe Kina. Sipas Ministrisë Serbe të Mbrojtjes, ky vend viteve të fundit siguroi avion modern, sisteme raketore dhe elektronike, radar dhe familjet luftarake nga vende të ndryshme si Rusia, Kina, Shtetet e Bashkuara, Spanja dhe Franca. Blerja 12 avionëve francez dhe e mallrave dhe shërbimeve shoqëruese ka vlerën e 2.7 miliardë eurove. Sipas presidentit serb Aleksandar Vučić, kjo është ndarja më e madhe e parave nga buxheti ushtarak i Serbisë. Šutanovac, i cili është udhëheqësi i Këshillit jo qeveritar për politika strategjike në Beograd, beson se blerja e avionëve Rafale nuk është e diskutueshme sepse Serbia do të mbetej së shpejti pa aviacion luftarak, nëse blerja e avionëve të rinj nuk do të fillonte në kohën e dur. Sa kaq, sipas prodhuesit, avionët Rafale mund të kryejnë sulme ajër-tokë, si dhe sulme ajër-ajër dhe përgjime gjatë njëjtit fluturim. Në web faqen e prodhuesit thuhet gjithashtu se avionët Rafale mund të fluturojnë pa u vënë re në hapësirën ajrore të armikut. Serbia dhe Franca kanë të zhvilluar gjithashtu bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes. Nga kompanitë franceze Airbus Serbia bleu helikopter me vlerë 105 milion euro, dy avion transportues C-295 me një çmim prej 66 milion eurosh plus 15 milion euro për pajisje dhe trajnim të pilotëve, si dhe 18 sisteme kundërajrore Mistral me 50 raketa. Serbia, që nga viti 2016 bleu në mënyrë intensive pajisje ushtarake dhe armë edhe nga Rusia, prej se Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës, ajo nuk bëri ndonjë kontratë të re për prokurimin e armëve, ndërsa disa nga dërgesat e mëparshme nuk i mbërritën për shkak të luftës në Ukrainë.